është një shejtan, e ka emrin Khinzab. Puna e tina është që kur të lidhesh ti në saleh, më munu me ta pështjell çështjen e saleh, me të bëve zvese sa të monet. Njani prej shokëve të Rasulit alayhi salam, Uthman ibn Abi As, është shku te Rasuli alayhi salam dhe ka thënë ja Rasulullah, shejtani po më pështjellet shumë saleh, po ma pështjell shumë leximin, po mi pështjell çështjet në saleh. I ka thënë Muhamedi alayhi salam, ka thënë ky është shejtan i cili e ka emrin e Khinzab, e kur ti vrejsh vezveset e tina, qysh je të falë? Çka më bë? Ka thënë Muhamedi alayhi salam, strehohu tek Allahu për këtina, për këti Khinzab, edhe vepron kështu, qysh je të falë, e kthen pak kryt në të majt. Jo shumë, jo sikur kur jap selam, jo kështu, veç pak në të majt, sidomos kur je në xhamat të falë, mos u kthe shumë, kur je vetën pak më shumë, kur je në xhamat më pak, ama nuk është e rëndësishme më kthy shumë. Kthehesh pak edhe kështu. 3 herë. Sikur e pështyme, po nuk qet kur gja prej gojës, veç pak frym. Subhanallah, tash do të folëm pse kështu. Tamam, 3 herë. 3 herë. Ka me kthy, ka e majta. E ka thonë kë, masi e ka bo, thot ma ka largu Allahu Azza wa Jall këtë shejtan, masi kum vepru kështu që ka urdhru Muhamedi alayhi salam. Kështu që vepra kështu o musliman. Po subhanallah, pse në të majtën? E din pse në të majtën o musliman? Por shkak se zemra e insanit është në të majtë. Domethënë, edhe kështu kur don me mri zemrën me operacione me kështu, shumë ma lehtë mrin ka ana e majtë. Wallahu alem, duhet që për kët shejtani vjen ka ana e majtë. Po e çuditshme musliman, pse veç pse kështu? A din pse kështu musliman? Pse çikaq është forca e shejtanit. E largohet. Çikaq e fuqishëm. Apo merr vesh kush është shejtani? Se hans ka mundësia, i veç vezvese. Do më thonë, një çikaq prej insanit, edhe largon. Apo merr vesh kush është shejtani? Apo merr vesh kush është ai që këta pështjell ty? Kështu që strehohet tek Allahu Azza wa Jall edhe veproa këtë formë që ka urdhëruar Muhamedi alayhi salam, edhe mos e mërzit se ka me largu Allahu Azza wa Jall prej teje. I pafuqishëm, i dobt. Inna kejde shejtani kana dhaifa, kurthat e shejtanit janë dobta. Ma kana li aleikum min sultan, s'kum pas kurfar pushteti, illa an da'awtukum fastajabtum li, vese ju kum thirr juve, ju kum bove zvese juve, ju më keni përgjigj. Kështu ka me thonë ditën e gjykimit, shejtani, nuk ka kurfar pushteti, edhe largohet. As me dorë nuk kem nevojë, edhe largohet. Që ka pushtet shejtani. E lusëm Allahun Azza wa Jall më na ruajt, Allah na boft